Shumë përpyetjen se është me rëndësi. E para, unë jam marrë me ta dhe do merrem prapë me ta për një çështje të interesit publik, jo për një çështje të lidhur me ndonjë individ, por është një çështje e interesit publik. Dhe është një çështje edhe personale, sepse ata të Unionit janë ata që shkojnë në gjykatë kushtetuese dhe kërkojnë rritje pagash në mënyrë të vazhdueshme, mos gabohem. Prapë kanë kërkuar rritje pagash. Sepse u bë një rritje pagash dhe u tejkalua skema natyrale e çdo shteti e piramidës pagave, vetëm për një arsye, për t'i dhënë fuqi gjykatësve dhe prokurorëve në funksion të reformës në drejtësi që të ndiheshin të mbështetur dhe të pavarur dhe të mirë paguar. Dhe janë më të mirë paguarit në rajon. Por kjo nuk do të thotë që në të gjithë historinë e këtij vendi ata duhet vazhdojnë të jenë mbi presidentin e Republikës. Dhe kjo nuk do të thotë që sa herë të rriten pagat e mësuesve, të punonjësve të policisë, të mjekëve, të infermierëve, pagat e tyre duhet të rriten se duhet të jenë gjithmonë më lart, jo. Më le të mbaroj tani se ma bëre pyetjen. Tani kështu është kur bën pyetje interesante do të dëgjosh përgjigje më të gjatë. Pra këta janë ata të Unionit që të jemi të qartë. Dhe u shqetësuan ata. Po unë si t'ja bëj tani? Sepse në momentin kur qytetarët me shumë të drejtë denoncojnë dhe thonë kemi këtë këtu, na ka zënë rrugën. Një nga këto masat e sigurisë ishte marrë për një godinë ku jo metaforikisht, literalisht familjet kalonin përmes lokalit që të çonin fëmijët në shkollë. Nuk kishte nga kaloje. Ishte zënë rruga komplet midis dy pallateve, dhe për të dalë në rrugën kryesore, ata duhet futeshin nëpër lokale. Dhe tani, ç'a t'i them unë atyre familjeve, t'i kap tek e tek, t'i them shiko se nuk e keni nga unë dhe nuk e keni nga qeveria këtë gjë, se ata me drejt tonë ja. E shikoni ja. U korruptuat, ju dha lekët, ju bëri këtë, ju bëri atë, se kjo bën mu, si su hoq, kanë shumë drejt. Si do kalojnë mes lokatëve, ata thonë shqyqyr, erdhi kjo ditë, që të na hapet më në fund rruga. Tani si të bëj unë? Të pushoj, mos flas fare, dhe ata le të vazhdojnë të rinë me idenë që ma dhanë mua votën 83 mandate që të vazhdojnë të rinë me atë zaptusin atje, që shkon kap një gjykatës dhe gjykatësi komplet pa lidhje i merr mas sigurie në orën 8 mëngjesit as nuk e di fare se për çfarë merr mas sigurie, se ai bindur që ai nuk e ka pa fotografinë, nuk e di se për çfarë bëhet fjalë. Se po të kishte parë atë fotografi, do ta mendonte si për veten e vet, do thoshte jo, m'fal, këtu ti s'merr mas sigurie. Mas sigurie për ndërtim pa leje. Si merret mas sigurie për ndërtim pa leje? Mund të ma thuat çfarë mas sigurie do marr për ndërtim pa leje? Çfarë do gjykojë gjykata për ndërtim pa leje? Dhe arsyeja e vetme në këtë rast është që jo vetëm është interes publik, por është dhe personale. Në kuptimin e raportit me qytetarët dhe në kuptimin e dinjitetit të gjithë qeverisë. E të gjithë këtij operacioni, se ndryshe nëse njerëzit thonë këti ja lan, këti ja hoqën, atje ja lan, atje ja hoqën, s'ka më asnjë lloj dinjiteti kjo punë. Dhe njerëzit do ta dinë, aty ku nuk hiqet, nuk është qeveria. Nuk është bashkia, nuk është inspektoriati, nuk është policia, është ky. Me emër dhe me mbiemër dhe me portret atje. Anatemim publik. Po ky që po them unë nuk është anatemim publik. Më fal, lere strukturat. Ky që po them unë nuk është anatemim publik. Kjo është shkelje haptazi e ligjit. Është shkelje haptazi e ligjit, këtu nuk kemi çfarë diskutojmë fare. Dhe është e vetme mënyrë që unë kam gjetur, e di shumë mirë atë që thua dhe jam dakord.
Nuk është normale, nuk është fare normale, pa diskutim. Po ç'a të bëj unë tani, ma thuaj. Si t'ja bëj unë? Ç'a të pres unë? Të pres inspektorin e lartë drejtësisë. Atë të pres. Që amniston në tavolin gjelin e thethit. Dhe gjën më flagrante, që është mosfillim, që shpall mosfillimin e çështjes pa e hyrë fare të fakteve. Ç'a të pres? Dhe nuk kam folur. Por ama, momentin kur do shkelin popullin, atje, jo politikanët, jo këta, unë kam rezerva sa dush për plot gjëra që bëjnë ta. S'flas. Kam plot, s'flas. Po kur të shkelin me këmbë këta, popullin, që në pikë cabau, dalin atje, pa pikë përgjegjësie, i paguan ky popull ata si frëngu pulën. I kemi dhënë pavarësinë që se kam pasur që ka 1912. Po, deri tek marrja e fytyrës në publik, ndërkohë që ata si njeh njëri fare, as nuk i njeh njëri si di fare, as kush janë, as ç'a bëjnë, edhe i japin vetes super pushtetin që t'i thonë një lagje e tërë, hikni mos se si u llogaris fare se do jap mas siguri e këtij. Kjo nuk ndodh. E kuptoj që nuk është normale, por tani jam normalizuar jashtëzakonisht shumë nga ç'kam qenë. Mos prisni tani. Jo, nuk është çështje reformare e drejtësisë, se këtu janë bër prishjet e dynjas dhe masat e sigurisë nuk janë po aq sa prishet, janë një numër i vogël, por ama as nuk duhet të ketë as një mas sigurie për ndërtim pa leje. Çfarë do të thonë mas sigurie për ndërtim pa leje? Çfarë do të thonë? Ma thoni ju çfarë do të thonë? Mas sigurie për ndërtim pa leje. Si merr nga mas sigurie për ndërtim pa leje? Nuk ka asgjë që justifikon ndërtimin pa leje. Hiç, se nuk është një gjë që ti e bëre në një moment caktuar.